Teksa vjojnë akuzat e ndërsjellta për përgjegjësitë e supergrabitjes në Rinas, kontrata e koncensionit i ka të specifikuara të drejtat, detyrimet si dhe rastin kur qeveria mund të anullojë atë. Vision Plus ka zbardhur këtë kontratë, e cila jep të drejtë qeverisë ta zgjidhë atë nëse shkelen kriteret e sigurisë dhe ato nuk riparohen në kohë. Në 2 testet e kryera në kohë të ndryshme, siguria ka rezultuar me shumë probleme. Koncesionarit i është lënë detyrë të rregullojë defektet, por ai nuk i ka bërë në 30 ditë pune si kundër parashikon kontrata. Zgjedhja nga qeveria e Shqipërisë në rastet e veçanta të mospërmbushjes nga shoqëria, kur një shkelje thelbësore nga shoqëria që ka ndodhur dhe po vazhdon për 30 ditë pune njëra pas tjetrës pas datës së njoftimit të vlefshëm për riparim, të lëshuar nga qeveria e Shqipërisë. Me shkelje thelbësore kuptojmë kur shoqëria s'ka përmbushur detyrimet e saj lidhur me sigurinë teknike dhe sigurimin në përputhje me shtojcën 39 sistemi administrimit të sigurisë në aeroport dhe shtojcën 44 kontrolli i sigurisë dhe i bagazheve, përjashtuar rastin e forcës madhore dhe nuk e ka ndrequr këto mospërmbushje brenda 5 ditëve, pasi ka marrë njoftim me shkrim nga qeveria shqiptare. Mëtej, kontrata përcakton se zona e koncensionit në aspektin e sigurisë është përgjegjësi e koncesionarit, përfshirë dhe hyrje-daljet për automjetet dhe këmbësorët. Shoqëria do të jetë përgjegjëse për sigurinë në zonën e koncesionit. Shoqëria do të sigurojë që të gjitha hyrjet e sigurisë për automjetet, hyrjet për këmbësorët dhe crash gates janë sipas standardit. Një ditë më parë, Ministri i Transporteve Axhi Nasto u pyet nëse qeveria do të rishikojë kontratën me koncesionarin për shkak të këtyre shkeljeve, por ai zgjidhi t'i shmangej përgjigjes.